Nga egoizmi te empatia. Shumë njerëz mendojnë se narcist është vetëm ai që sillet me arrogancë, ose mendon se është më i mirë se të tjerët, por kjo nuk është e vërteta. Në një farë mase ne të gjithë lindim me tipar narcismi, që në momentin kur vijmë në jetë kemi nevojë për vëmendje, një fosh, një çantë sepse kërkon dikë që ta ushqeja, ta mbroj dhe ta doj. Pa këtë kujdes nuk do të mbijetonte. Prandaj dëshira për të parë dhe për të vlerësuar është pjesë e natyrës njerëzore. Problemi fillon kur kjo nevojë bëhet qendra e jetës sonë. Kur kërkojmë vazhdimisht që të tjerët të na admirojnë, të na lavdërojnë ose të na japin rëndësi, atëherë fillojmë të mendojmë më shumë për veten sesa për njerëzit rreth nesh. Vetvlerësimi dhe narcismi nuk janë e njëjta gjë, nuk është gabim ta duash veten. Përkundrazi, një njeri me vetvlerësim të shëndetshëm nuk ka nevojë të provojë çdo ditë se është më i mirë se të tjerët. Ai nuk ndihet i kërcënuar nga suksesi dikujt tjetër, nuk ka nevojë të dominojë, nuk ka nevojë të marrë gjithmonë vëmendje. Sa më i sigurt të jetë njeriu me veten, aq më shumë mund të përqendrohet tek të tjerët. Empatia është kundërhelmi i narcismit. Duhet të them se arma më e fortë që kemi është empatia. Empatia nuk është thjesht të ndihesh keqardhje, është aftësia të shohësh botën me sytë e dikujt tjetër, të kuptosh çfarë ndjen, çfarë frikson, çfarë e motivon, çfarë e lëndon. Kur zhvillojmë këto aftësi, bëhemi më të qetë, më të mençur dhe marrim vendimet e mira. Si zhvillohet empatia? Empatia nuk lind e plot, ajo ushtrohet. Për shembull, dëgjo më shumë se sa të flasësh, bëj pyetje, mos gjyko, vëzhgo gjuhën e trupit, përpiqu të kuptosh pse dikush sillet në atë mënyrë. Sa më shumë njerëz të njohësh, aq më shumë rritet aftësia jote për t'i kuptuar. Në fund, secili prej nesh duhet i bëj vetes një pyetje. A jeton vetëm për veten, apo arrihet të shohë edhe botën përmes syve të tjetrit? Narcismi na mbyll në botën tonë. Empatia na hap derën drejt botës së njerëzve të tjerë. Sa më shumë empati zhvillojmë, aq më pak gjykojmë. Sa më pak gjykojmë, aq më mirë kuptojmë. Dhe sa më mirë kuptojmë njëri tjetrin, aq më njerëzor bëhet shoqëria jonë. Faleminderit që qëndruat deri në fund. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të pëlqeni, ta shpërndani dhe të abonojeni në kanal.